Pozdrav za vas, sedite. Pozdrav za sve prisutne u sali. Otvaramo sudski pretres prema optužnici specijalnog tužilaštva Republike Kosova pod znakom PS-290/24 od dana 8.12.25. godine. Podneta protiv optuženih Jovan Vičentijević, Dragiša Vičentijević, zbog dobro osnovane sumnje da su isti u saizvršilaštvu izvršili krivično delo, ugrožavanje ustavnog poretka, uništavanje javnih sredstava iz člana 122 vezano sa krivičnim delom, da nije vetno penalno, izvršenje terorističkih dela iz člana 129 stav 1 vezano sa članom 128 pod stav 1.8 vezano sa članom 31 krivičnog zakonika krivičnog postupka Kosova, kao i krivičnog dela u saizvršilaštvu, neovlašćeno vlasništvo, kontrola ili posjedovanje oružja iz člana 366 stav 2 u vezi sa stavom 1 i članom 31 krivičnog zakonika. Optužen Jovan Vičentijević zbog krivičnog dela špijunaža, delo sankcionisano po članu 124 stav 5 u vezi sa stavom 4 i članom 77 krivičnog zakonika Kosova. Dok optuženi Igor Dimović optužuje se da je izvršio krivično delo neovlašćeno vlasništvo, kontrola ili posjedovanje oružja iz člana 366 stav 1 KZRK. I ovo ročište održava se pred istim sudskim većem. Ja, predsjednik sudskog veća, sudija Veseli Smajli, sa dva profesionalnim sudijama ovog departmana, Leon Podlaska i Kujtim Krasnić. Sa nama je pravni službenik Fatljum Gaši. Da li imate primjedbe u sastavu suda ili za izuzeće? Na ovom ročištu prisustuje specijalni tužilac Republike Kosova Bekim Kodraliju, optuženi Jovan Vičentijević, sa branjenim advokatom Nebojša Vlajić, koji je angažovan za ovlašćenjem, Dragiša Vičentijević, sa njegovim branjecom Miloš Delević po ovlašćenju, optuženi Igor Dimović, sa njegovim branjecom advokatom Milana Krivokapić, također sa ovlašćenjem. Zastupnik oštećene strane Ernest Krčilj, Došmitari, kao i svedok Fatmir Ademi.
Dëshmitari Astrit në salë? Da li svedok Astrid u sali? Gjykata nuk ka provë se i njëti është sirën. Nema dokaza da je isti pozvan na redovan način. Por, si do qovë trupi gjykus konstatuje se janë përcu kushtet Sudsko veće konstatuje da su ispunjeni uslovi za održanje ovog pretresa. E cila është publike. Ovo ročište je javno, Por i të liqet vrejtje të ali opomenjuju se prisutni da ometaju tog ovog krivičnog postupka. Por ndryshe se jenë të obliguar të marrë Naprotiv, masa obavezni smo da preduzmemo mere, dështimore, kaznene mere, nga largimi nga sala deri te počevši od udaljavanja od sale pa do kazne, përveç kuptohet akuzore. osim optuženih. Atëherë, seanca shqiptime gjësor vazhdon me dëgjimin Sudski pretres nastavlja palës doktuar, sa saslušanjem oštećene strane Ernest kurse Kerčin. dëshmitari Fatmir na Dok liran salën, svedok Fatmir treba da napusti salu dok ne završi. Shqip pas tretiro. Mulj koridor. Hajde. Ne, A kishe të nërësim? Fatkesish nuk i kam e Me vetë. dokument? Me të gu foton, po në të pasaport ose Hajde të vanë, mësim. Me që da të regonë? në fakt. Këtë i falë po. Po, mirë. Po po nuk të thalë 100. Këtë, një stërë si marrë që një. Okej. Edhes emri babës, Rushdi, ime oca Rushdi, i nonës, Ilfete. ime Ilfete, po. Ilfete, mbi emri vajzërisë nonës, Pireva, devojačko prezime majke Pireva, datindje juaj, 11.06.1984. ku keni ditë, Gjilan. aktivizohet mikrofonin. Mirë. Okej, mirë. Zdani me Belbanin Kujit, Gjilan. adresa sa, Evlia Qelebia, 03. Evlia Qelibia, Po, Evlia Qelebia, 03. Ose numër këtë, 03, po, sistemin e ri 98. Sistemin e ri të adresat. ku po adresa sa, Po. qysh po tush, Sistemin e ri të adresa 98. nga do të me profesionin e, Inxhinier elektrës. po zanimenju elektroinžinjer. Në Iberlepenc. Radim u Iberlepencu, a da fush numrin personal, 100 numër personal, 100, 55 64405. të dona të të verifikura nga letë nëftimi i dëshuar nga BPB në Prishtinë. Ernest, Po. përveç se je përfaqësuesi palës së doktuar në osim proces da ste zastupnik oštećene strane, vi ste i kao u svojstvu svedoka u ovom krivičnom pitanju. Në secilin e dëshmitarit ti U të svojstvu drejtë deri në svedoka. përfundim procesit gjyqësor deklarohesh për kërkesë për kompenzim, Do kraja ovog Dobro, postupka kërkesë imate pasuri pravo juridike. na naknadu štete. kurse si dëshmitari Dok ti kao obligim svedok ligjor ta pushtë të zakonsku vërtetë dhe obavezu vetë imate të da vërtetë. kažete istinu i samo istinu. Nuk gëzon me hesh kur gjoha Ne smete da aqede, pričutite ništa zato što znate, sigur se nuk gëzon me dhonë dëshmi të kao rreshme, što ne smete da date lažnu se nëse izjavu. vërtetohet se keni dëshmi rreshme, Ukoliko se potvrđuje da ste lažno izjavili, sipas Vodiće kodit se penal të krivični Republikës së postupak Kosovës. prema vas. Ki të drejtë mos përgjigjesh në Imate pravo da ne odgovorite na ta pitanja sa kojim ste sa vašim odgovorima inkriminišete sebe ili vaše bližnje. Ose e qëtë një vetën apo të Ili përmetu para stavljate një sebe pred domit të matë moral, nekom velikom moralnom ili materijalnom štetom. Pyetje tjera duhesh përgjigjes. Na Nëse druga si kupton pitanja pyetjet, kërko morate da sëritë. odgovorite. Ako ne razumete, tražite objašnjenje. Po edhe mos u shpejto mu përgjigjesh pa e Nemojte da želite da odgovorite bez da
čujete pitanje. Edhe pyetja dhe përgjigjet duhet konstatuar Jer i pitanje i odgovor treba da se konstatuje u zapisniku. është duke incizuar me audio incizen. Iako se snima audio snimkom. A jo e qartë? E qartë. Da li sam Nëse jasan? të Da. rritet pauzë ose Ako vam je potrebna pauza ili nešto drugo, fillimisht shkon me pyetje prvo prokurore, postavlja pitanja pastaj tužilac, sipas radhës nakon mbrojtësit, toga po akuzorit, redu branioci, edhe optuženi, komplet. optuženi i na kraju sudsko veče. Faleminderit. A jem gati? Po. Unë. Sa po besoj që je njoftu për shka influencer. Svedoče, verujem da ste upoznati zašto ste pozvani danas. Da. Ernest, juve keni dhënë një deklaratë me Vi ste dali jednu izjavu në ngjarjen për cilën sot u vezi događaja za koje ste danas pozvani Da. ovdje. me datë 25 I to dana 28.10.25. godine. A shëndroni pranë asaj deklarate që të dhënë? Da li stojite pri toj izjavi koju ste dali? Po, qëndroj pranë Da, deklaratës që kam bërë. stojim pri izjavi koju sam dao. Unë është me kështim duar të Okej. Po, që të po. Mundeni gjykatës dhe të pranishme Da li možete sudu i prisutnima të tregoni në lidhje me të dhëna tuaja profesionale da nam dhe kažete u vezi vaših profesionalnih veza? çfarë funksioni keni kryer Koju funkciju ste izvršili në kohën kur u është vremenu sulmi terrorist në kanalin kada je izvršen teroristički napad u kanalu Ibar Lepotica? Po. Okej. Unë Ernest, Po. pyetjen e dëgjon pe prokurorit, përgjigjen ja drejtore. Okej. Se ndoshta s'ke pas rast. Jo, sefte. Jo. Unë jam në Iber Lepenc, në ndërmarrjen publike Iber Ja Lepenc, sam u javnom preduzeću Ibar Lepenac, drejtor në departamentin ujë dhe gjenerimi. direktor u departamentu Ujë dhe gjenerimi. voda i regenerisanja. Departament e cili mbulon liçenin e ujmanit, koji pokriva Procedura jezero Gazvoda, i cili mbulon liçenin e ujmanit, koji pokriva jezero Gazvoda, kanalin kryesor, glavnom kanalu, hidrocentralin, hidroelektranin. hidrocentrale. Hidroelektronin. Po. Edhe të gjithë infrastrukturën Hidroelektranu i celu infrastrukturu e cila ka të bëjë me ujë koja ima veze sa vodom dhe distribuim të ujit i distribucijom vode dhe prodhim të energjisë elektrike. i proizvodnju električne energije. Në pjesën e sipërme të infrastrukturës U sonë, gornjem delu naše infrastrukture, në gjithësisht në pjesën kur është sulmu infrastruktura jonë, gde je naplatnuta naša infrastruktura, neve e qumi akvadukt, mi to nazivamo akvadukt, për arsye se transporton ujin zbog razloga što Pe një pike. transportuje vodu iz jedne tačke në pikën tjetër. na drugoj taci. Gjithse i kemi shumë asi akvadukte No, imamo mnogo takvih akvadukta në infrastrukturën tonë, u našoj infrastrukturi të cilët dallojnë për ka koje se gjarësia, razlikuje lartësia od širine, dhe vendodhja. I gjersija, Gjerësia, po, edhe, vendodhja. i mesta besu. Në kohën kur kumar njoftimin U vremenu kad sam dobio saopštenje prej punëtorëve tonë, od naših radnika, rreth orës 7, oko 7, më falë, Për orës 7 mëngjesit. në mbrëmje, oko 7, u 19 časova, në mbrëmje, për sulmin në infrastrukturë, za napad u infrastrukturi, kom njoftu ekipet, upoznao sam ekipe kom njoftu edhe kryeshefin ekzekutiv, i izvršnog šefa sam Cili është? upoznao, Faruk Mujka, koji je Faruk Mujka, për ndodhin që neve nuk kem, za događaj që na ka ndodhë, nuk i kem ditë koji nam se desio damin i nismo znali štetu dhe lokacionin e sakt. i tačnu lokaciju.
Pas njoftimit të përpunëtorëve tonë, Nakon saopštenja od naših radnika, kemi marrë njoftim edhe primili smo nga policia e Kosovës saopštenje i od strane policije Kosova, dhe të gjithë ekipet që kemi pas në dispozicion, ekipe koje su bile na raspolaganju, i kemi nisë për në atë pjesë. vodili smo ih na taj deo. Pas një kohë të shkurt, unë kam rri prej Gjilanit, Nakon jednog kratkog vremena ja sam stigao iz Gnjilana së bashku me kolegë zajedno sa kolegama në vend ngjarje na mestu događaja dhe kemi pa që i vidjeli dami smo da šteta ishte jashtëzakonisht i madh. je bila jako velika. Nuk në nesi ndërmarrje Mi kao preduzeće nuk jemi ballafaqu asnjëherë nismo se nikada suočili me asnjë dëmi. sa takvom štetom. Më e vazhdu? Po, në qenë se hinë në tim, tash, po vazhdo. Okej. Fatmirësisht, Za sreću kemi pas ekipe imali smo ekipe me makineri të rëndë, sa teškom makinerijom të cilët kanë qenë duke punu në koji su komunën e Zubin radili Potokut, u opštini Zubin Potok, për afërsisht dikon afër 4 km gjys prej vendit ndo. 4,5 kilometara od mesta događaja, Prej vendit ka ndodhur ngjarja, od mesta gde se desio događaj. i kemi thirrë ekipet Pozvali smo ekipe, dhe kemi fillu me mendu počeli smo në sanimin e damit da počeli smo sa mišljenjem kako da saniramo štetu, në mënyrë që uji tako da voda të mos ndalej në rrjedhën e poshtme da të se ne kanalit. zaustavi u donjem delu. Pasi kemi prit leje prej policisë Nakon što smo čekali dozvolu od strane policije edhe organeve i kompetente, nadležnih organa, neve kemi ndërmarrë mi masa smo preduzeli mere që në atë pjesë të dëmtuar u kanalit tom oštećenom delu kanala ta vendosim një zgjidhje të përkohshme da stavimo neko privremeno rješenje, da nađemo neko privremeno rješenje. me qenë se dami ka qenë i madh, Budući da je šteta bila velika, zgjidhja e cila e kemi bëa ditë rješenje koje smo tog dana uradili nuk ka qenë 100% funksionale, nije bilo 100% funkcionalno, edhe pse kemi iako smo 6 gypa smo namestili 6 cevova me diametër 900, fi 900, sa diametrom fi 900 në mënyrë që na način tako da uji të vazhdoj voda nastavi dhe të mos ndalet për i da se ne zaustavi Kosovën B, po termoelektranën Kosovë. termoelektranu Kosova B. A mundesh mi të tregu Da li gjykatës možete da kažete sudu, objasniti sudu se çfarë rëndësie ka kako kanali i važnost Berlepensit ima kanal Ibar-Lepenca në raport me termoelektranën B u dhe odnosu sa udhëzimin e termoelektranom ujit qytetar. B i snabdevanjem za građane Kosova. Po, patjetër. Edhe në cilësinë I u svojstvu përfaqësuesit ose drejtorit të zastupnika Ibar-Lepencit, ili direktora Ibar-Lepenca, edhe në cilësinë time si inxhinier, u moje svojstvo kao inženjer, kanali Ibar-Lepencit kanal Ibar-Lepenac është arterja kryesore je glavna arterija pa të cilën bez koje nuk mundet me funksionu ne Kosova može da funkcioniše Kosovo. në konceptin energetik, U energetskom smislu një ashtu edhe në konceptin e furnizimit me ujë. i u smislu snabdevanjem vodom. Po e thonë këtë se Ovo ky ujë kažem jer ova voda i cili vjen nga liçeni u Imanit koja dolazi iz jezera Gazivode dhe përfundon në pikën e fundit ku i merr završava se u zadnju tačku Kosova B ujë, gde se Kosova B snabdeva vodom, është i nevojshëm je potrebno për ftofjen za e slađivanje turbinave turbina të termocentralit Kosova B. termocentrala Kosova B. Me një fjalë, S jednom rečju, pa ujë neve bez vode
si Kosovë nuk mund me prodhu energji elektrike. Proizvodimo energiju. Dhe tash pa energji elektrike, neve fatkeqësisht në këtë kohë nuk mundna me funksionu. Ne možemo na ovo vreme da funkcionišemo. Bez električne energije. Edhe një gjatë tjetër që do të... Još jedna druga stvar Thuaj se gjysma koju treba navesti. Kosovës, otprilike pola Kosova, mbi 500.000 banor, više od 500.000 stanovnika, furnizohen me ujë snabdevaju se vodom prej kanalit të Iber iz Lepenci. kanala Ibar Lepenca. Sa kanala 500.000 stanovnika. Sa kanala Iber Lepenca. Furnizohet, me i përmen edhe qytete që furnizohen. Mogu da navedem i gradove koje se snabdevaju ovom vodom. Qytete që furnizohen prej ujësjellësit rajonal të Mitrovicës. Iz vodovoda iz Mitrovice su. Dhe qytete që furnizohen prej ujësjellësit rajonal të Prishtinës. Gradovi koji se snabdevaju iz vodovoda iz Prištine. Për këtë arsye, kanali... Da li možete da kažete koliko posto se snabdevaju sa gazivode, koliko sa Prištine? Prishtina që ky qytet furnizohet prej 3 burime në këtë rast. Se snabdeva iz 3 prej Batlavës, mesta sa Batlave, prej Badovcit Badovca dhe prej Ujmonit. I gazivode. Ata prej Ujmonit i marrin dikon 600 litra në sekund. Uzimaju oko 600 litara na sekund. Dikon dejnë 30-40% në bazë njohurive të mija. Prema mojim saznanjima, oko 30-40%. Ata ujësjellësi rajonal e Prishtinës e merr ujin prej liçenit. Prištine uzima iz jezera. Liçenit tonë. Iz našeg jezera. Dëshmitar, juve e potencuar që ka qenë një dëm i jashtëzakonshëm. Që ka qenë? Dëm. Vi ste naveli da je bila jedna velika šteta. A mundesh mi tregu gjykatës? Da li možete da kažete sudu? Duke marrë parasysh edhe impaktin që e ka furnizimin me ujë. Impact koji ima snabdevanje vodom u ova dva mjesta koje ste naveli? Por sa kohë ka zgjatur ndërprerja e koliko vremena je trajalo prekid snabdevanja voda? Dhe më konkretisht cilat tačnije koje zone janë dëmtuar su oštećene sa nesnabdevanjem vodom? Neve kem arrit Mi smo postigli në natën kritike, në ditën e parë. Znači prvog dana Me e kthy furnizimin vetëm 75% samo 75% të furnizimit të rregullt. Redovnog snabdevanja. Prej kohës kur ka ndodhur sulmi rreth orës 7 ose para. Desio napad od 7 časova. Neve rreth orës 2. Mi oko 2 časova kem arrit me funksionalizu funkcionišemo zgjidhjen e parë. Znači prvi zgjidhjen e parë. Pas kësaj, nakon toga, pos që kjo zgjidhje nuk ka qenë funksionale, osim da to nije bilo funkcionalno, për shkak damit në ovo pjesë, rješenje nije bilo funkcionalno zbog štete, për shkak damit në pjesën e fundme të akvaduktit, na zadnjem delu akvadukta, neve kem vazhdu mi smo nastavili me zgjidhjen tjetër. Sa drugim rješenjem. Furnizimi për ujësjellësa është ndërprer je prekinuto nëse unë kujtoj mirë dikon 3 deri në 4 ditë, eventualisht 5 ditë. 4, eventualno 5 dana. Edhe pas 5 dite, I nakon 5 dana, ujësjellësat nuk kanë mujt me marrë nisu mogli da uzimaju fillimisht në kapacitetet plota. Prvo sa punim kapacitetima. Përpos termoelektronës dhe osim termoelektrane, konsumatorëve që konsumatora, snabdevača koji su imali štetu, keni pranuar dhe një ankesë nga da një li ste shtetër primili neku žalbu od nekog građana që ka mundur të pasoj në një dëm nga kjo? koji je mogao da ima neku štetu od ovog? Nesta, mu më kujtohet, tash jem bo dhe
Ja se sećam, iako je prošlo već 3 godine, Kem pas një ankesë imali smo jednu žalbu nga një qytetar od strane jednog i građana cili jeton në anën e poshtme të kanalit, koji živi u donjem delu kanala, po nuk jam i sigurt a ka pas ankesë me shkrim dhe ali ne sećam se da li je bila pismena žalba. a kem trajtu ajo për arsye se unë mbuloj departamentin teknik operativ. Tretirali jer ja pokrivam tehnički departament. A mundeni na tregoni Da li možete da nam kažete se a është përgatitur ndonjë raport mbi vlerësimin da e li dëmit je të shkaktuar? pripremljen neki izveštaj o nanetu štetu? Za nanetu štetu. Neve domin e shkaktuar Mi nanetu štetu e kem sanu smo sanirali nëpërmjet një projekti putem jednog projekta i cili ka qenë paraprakisht duke u zhvillu, koji je bio prethodno u razvoju, i cili është së kredi e marrë tek banka botërore, to je taj kredit koji je podignut sa Svetske banke që ka të bëjë me rehabilitimin e kanalit, u vezi rehabilitacije kanala me këtë kompani ose me këtë projekt. i sa ovom kompanijom ili sa ovim projektom Neve e kem sanu damin që na mi smo shkaktu prej sprečili sulmit štetu koja nam je naneta od napada dhe ky raport i ovaj izveštaj është përpilu prej je sastavljen od konsulencës, konsulencije kompanicë neve kem angazhu për kompanija koju mbikëqyrje smo mi angažovali za nadzor për këtë projekt za ovaj projekat dhe bankës botërore i Svetske banke dhe dami është mbi 376.000 i šteta je više od 376.000 sosh. 706.000 eura. Po. Andej, i nderuar kryetar Trojqikus, Poštovani predsjedniče Veća, kërkoj që kolegu tražim avokat të parashtrojë pyetje të tërësakta në lidhje me atë që deklaroj më u herët vezi toga që ga izjavio ranije dhe të referohet apo të fokusohet në përmbajtjen e aktakusës. sadržinu Ja, upravo hoću da utvrđim 370.000. Dhe e dyta, e njoftoj kolegun që poznajem kolegu da sulmi terrorist atë natë ka qenë sulm te večer i je rënd bio težak napad dhe nga provat që kemi dhe nga dëshmia e dëshmitarit të okullore shkaktuan një dëm jashtëzakonshëm. naneta je jedna veoma velika šteta. Andaj ato procedura teknike që po kërkohen nga dëshmitari sqaron se kush ka dhënë apo vjen kush ka dhënë ato janë traže od svedoka da objasni od koga të merren veprime, të angazhohet, janë teknike dhe nuk kanë rëndësi për çështjen. Ka qenë gjendje emergjente. Faleminderit. Trojqikus Sudsko veće nga vendim donosi rješenje i lejohet dëshmitarit përgjigjet që në dozvoljava se parashruar nga svedoku ona da projekt se të da propozores odgovori na pitanja branioca optuženog. në Koqazajç. Je li bio javni konkurs? A ka qenë konkurs publik A ka posut konkurs publik. për zgjedhjen e kompanisë për sanimin e tonave. Që nga fillimi, Iz početka unë e kesh i qartë ja sam bio jasan dhe deklarova disa herë i sam nekoliko puta që sanimi da saniranje është bë je urađeno në kuadër të një projekti i cili u kon projekta koji je bio paraprakisht prethodno duke u zhvillu u razvoju. dhe mendoj I mislim që pyetja avokatit da këtu pitanje advokata nuk ka kur farë relevancë. Gospodin Ernest, Zdime pse për parashruar. mi smo vaš odgovor čuli nekoliko puta i razumeo sam. Ovo što ja pitam odgovara se sa da ili sa ne. Kjo që ju është përgjigjet, mund të përgjigjet me po dhe jo. Da li je bio javni A ka konkurs? pasur konkurs publik? Ne kuptoj avokatin, po në këtë rast Razumem advokata. unë po e them edhe një herë që projekti është jo, është kompetent për të dhënë atë. Po nuk se din. jo, unë po ripërsëris, projekti Nuk është ka sa pas, mjafton. po, okay. Nuk ka pas. Nije bilo. Vazhdoj. Koliko ste imali ponuda
Sa oferta i keni po za popravku štete? për riparimin e dëmit? Po përsëri është përgjigje. S'ka pas konkurs. Nijednu. Nuk bilo konkurs. Ko je platio ovaj račun? Kush e ka paguar këtë faturë? Në tërmala i Velepenca. Preduzeće Iberlepenc. Jeste li tužiocu ili sudu dostavili račun, uplatnicu, finansijsku dokumentaciju? Faturën, dokumentacionin financiar, Dhe njerë. a ja keni dorëzuar prokurorisë dhe gjykatës faturën, račun, što ste rekli drugo? Račun, uplatnicu preko Pred banke, pagesën përmes bankës, finansijsku dokumentaciju, nije nemamo. dokumentacionin financiar, se ne nuk kemi. Neve kem dorëzu një raport Mi smo dostavili jedan izveštaj të damit, štete i cili e ka përpilu koji je sastavio konsulenca konsulencija me bankën botërore sa Srpskom bankom dhe me operatorin. i sa operator. Këto janë procedura Ovi su të poslovi ligjeve ndërkombëtare međunarodnih zakona me të cilat zhvillohet edhe projekti jonë. kojima se razvija i naš projekt. Nuk ka të bëj me forma Nema veze sa të formama procedurave postupaka që po mendon avokati. na koji niste advokat. Është projekt To je projekat i cili zhvillohet koji se razvija në kuadër të procedurave të bankës botërore postupaka Svetske banke, dhe jo procedurave sipas ligjit postupaka prema zakonu të prokurimit publik të Republikës Kosovës. Republike Kosova. Atë faturë Taj račun e ka pagu i Velepenci, je platio i Velepenac, që i bjen e ka pagu qytetari to znači da je platio i Republikës Kosovës. građanin Republike Kosova. A gde vam je taj račun? Koji kemi fatura? Neve kem dorëzu raportin Mi në smo dostavili prokurori. izvještaj u tužilaštvu. Još jedno pitanje samo. Edhe një pyetje, Da li je neko iz vašeg preduzeća dikush nga ndërmarrja juaj, procenio štetu? a e ka vlerësuar dëmin? A e ka vlerësuar dëmin dikush nga ndërmarrja juaj? përsëri për përsëris. Ponovo ponavljam, Neve kem angazhu mi smo angažovali eksperta veštake të cilët koji su janë të angazhuar nëpërmjet bankës botërore. angažovani preko Svetske banke. Dhe kur e vlerësojnë ata, I kad oni procenjuju, neve e aprovojmë. mi usvajamo. Da li ste se zapitali zašto 375.000? A i një pyetur se për çka 75.000. 375.000 euro. Unë nuk po du 375.000 5.000 evra. 375.000 euro. Nuk po hi në detajet të raportit, U detaljima izvještaja, po po du me e ripotencu. hoću da ponovo navodim. Dami ka qenë njerëz zakonisht i Šteta madh. je bila veoma velika. Dhe është dash me punu I trebalo je da se radi afër një muj ditë oko mjesec dana, në 3 ndrime u tri smene, për me e kthy gjendjen da bismo vratili siç ka qenë para sulmit. kao što je bilo pre napada. Ja se slažem da je šteta bila velika. Unë po pajton atë që dëmi ka qenë i madh, Ali kako ste vi to utvrdili? por si e keni vërtetuar ju këtë? Rekao je odgovoreno. Janë me qindra dëshmi, me fotografi, Ima stotinu dokaza, slik për damin, za štetu, punën që është bo, rad koji je izvršen, sasinë e dheut që është gërmu, količinu zemlje koja je kopana, thuj se një gjys kodrë ose një kodrë e madhe, znači polovina është dashur me u gry. je trebalo da se kopa, mu bo një bypass kao se I përkohshëm. privremeni bypass dhe mandej i nakon toga mu bo betoniri, da se betonira, mu kthy gjendja da se vrati stanje qysh ka qenë. kako je bilo. Tash qytetarët Sada građani e Republikës Kosovës, Republike Kosova cilët jetojnë në atë pjesë, koji žive u tom delu mujnë me shfrytzu atë rrugë, mogu da koriste taj put si që kanë shfrytzu edhe në kalume. kao što su koristili i ranije i u prošlosti. Pra u kthy gjendja Znači stanje e je punishtës, gjendja e punishtës, siç ka qenë. Radno je vraćeno kako piše kako je bilo.
Ja nemam nikakvu primjedbu na to. Nuk kam kur farë drejtjesh në këtë. Naravno da mora da se popravi. Normal që duhet të riparohet. Naravno da građani moraju da imaju vodu. Normal që njerëzit banor duhet të kenë ujë. Ja završavam ovim pitanjem. Unë do të përfundoj me këtë pyetje. Odnosno konstataciju. Përgjithsisht me këtë konstatim. I molim vas za odgovor da ili ne. Dhe ju lutem me përgjigjen po dhe jo. Da li je neko iz vašeg preduzeća utvrđivao količinu štete? A e ka vërtetuar dikush nga ndërmarrja juaj sasinë e dëmit? Në këtë rast, unë në këtë rast nuk muj me dhënë përgjigje, po ose jo. Sa da ili ne? Onda nemojte da je. Po du kom drejt me... Okej, në kuadër të ndërmarrjes, si çdo projekt ndërkombëtar, themelohet një zyre e cila është përgjegjëse për zhvillimin e projektit. Në terma ndërkombëtar, quhet Project Implementation Unit, PIU, të cilët kanë qenë punëtor të ndërmarrjes dhe janë punëtor të ndërmarrjes disa prej tyre. Dhe patjetër që ata e kanë vërtetu dhe është... Ja pozoruje Jovan. Keni pyetje për dëshmorën? Jovan, da li imate pitanje? Da, imam jedno pitanje. E kam një pyetje. Ako sam dobro razumeo, Nëse kam kuptuar një zotriu, gospodin u trenutku kada je obavešteno eksplozivna në granata, momentin kur është njoftuar, samo, ishte në momentin kur është njoftuar u trenutku kada je bila eksplozivna krava i Belovac. Kur ka qenë eksplodimi në Iberlepenc, Ako sam dobro razumeo, nëse kam kuptuar mirë, gospodin je rekao da je obavešteno da se trenutku nalazi u Gnjilanu. është njoftuar dhe atë moment ka qenë në Gjilan. Je li tako? Po. Është kështu? Da. U koje vreme je došao na mesto događaja? Në çfarë kohe ka arritur në vendin e ngjarjes? Pas një orë diçka. Në atë sa. Një orë gjys. Sa i po. Može predsjednik? A mund e jeni precize me tregu sa? Për sa ko? Jo. Llogarit e prej Gjilanit deri në pjesë një orë gjys. Para orës 7. Llogarit e 8:30, po thonë në 9, hajde. Je upoznat i računate oko 8:39. 8:30 tako? 8:39. Sat i po 2. Një orë gjysmë. Pa një orë. Nuk ka pyetje të tjera? Avokat Vedash. Poštovani svjedoče, Nderuar dëshmitar, vi ste 28. oktobra ju me 28 tetor 25. godine 2025 dali jednu izjavu keni dhënë një u deklaratë vezi ovog slučaja. Tako? në lidhje me këtë rast. Po. Da. U toj izjavi Në atë deklaratë, na pitanje policijskog inspektora në pyetje të inspektorit policor, apo më duhet. Në pyetje të inspektorit policor, da li ste sačinili izveštaj ili procjene o direktnoj šteti, përfituar raport apo vlerësim të dëmit, vi ste odgovorili, ju jeni përgjigjur, neću čitati sve, samo nuk do početak. ta lexoj të tërën, po vetëm fillimin. Imamo izveštaj o vrednosti E kemi raportin për vlerën pomenute štete. e riparimit të dëmit. Mene samo interesuje, da li ste taj izveštaj predali tužilaštvu? Po më intereson vetëm atë raport, a ja keni dorëzuar prokurorisë. Po. Da. Proces. Po, jo, a unani, jo vetëm mu, po unë jam punjoh edhe të Vojtës Panorë, raportin cilin si veç e elaboroj. Vi pse kjo? Znam. Ali mi je predložen kao dokaz u optužnici. Por nuk është i propozuar si provë në fakt. Evo, pogledajte. Ne biš ti. Nuk kam me këtë. Ki rimarje prokuror. Falj.
Dragisha. Po, Dragisha. Dragisha, da li imate pitanje? Ti. Gospodine Sudija, imam pitanje. E kam një pyetje të nderuar. Gospodin direktor, Josipa Ivan Letenec, nije objasnio, Nuk e ka nije shëruar obrazložio, Kako? nije obrazložio Nuk e ka arsyetuar. koliko je materijala utrošeno, koliko je gvožđa, koliko je Samo, koliko materijala, sa materijal je shpenzuar, koliko betona, koliko sa gvožđa, beton, sa hekur, koliko su trajali radovi, koliko su trajali radovi. sa kanë zgjatur punime, kako si u prvom shepene punime. Samo to je pitanje. Kjo ishte pyetja. Sa kanë zgjatur punime? Është pyetje. Da li je pitanje ili primjedba? Molim? Da li je pitanje ili primjedba? Pitanje. Pyetje. Më në përgjigj. Sa janë shpenzuar? Po, në raport i gjeni, ka krejt. Imate sve u izvještaju. Në raport janë gjithë. Sve je upisano u izvještaju. Ti pyetje tjetër? Jo s'ka. Avokati Jelena? Ti pyetje për dëshmitar? Nuk ka pyetje. Jo, Igor, keni pyetje për dëshmitar? Shkurt. Raporti të cilin Izvještaj potencohet disa nga Pola Mbrojtëse navode nekoliko puta od është strana dorëzuar si provë, është dorëzuar si provë dhe është i elaboruar në detaje në lidhje me dëmet të cilat janë shkaktuar nga u soli. vezi štete koja je naneta. Dhe pyetja ime për Moje pitanje dëshmitarin za në rast edhe si pale dëmtuar është që kao oštećena strana je a qëndroni pranë ndjekjes penale da li ndaj ostate panderëve pri krivičnom Višentjević? gonjenju protiv okrivljenih Višentjević? Gjithsesi, po. Svakako da. Faleminderit, s'kam pyetje. Nema druga pitanja. Tëra me kam vetëm 3 pyetje shumë shkurta. Ne imam samo 3 kratka pitanja. Ju thotë se pas informimit se ka ndodhur një Vi se rete nakon saopštenja da Avari. se desio ka kanali i Berežat, u kanalu Iba Letenac, keni qëlluar gjithë dhe por vi ste një pra përse një ora gjysmë një garit, i oko sat po vremena došli ste na mesto događaja. ka ne keni gjetë ato nga Gjarës? Kush e Interesuje qenë? koga ste našli tu na mesto događaja? Ko je bio tu? Forcat policore, Policijske snage, forin KFOR dhe punëtorët tanë, i naše radnike të cilët kanë mri ma shpejtëson, si kanë koji qenë. su stigli brže nego je. Vremena. Ishte ndonjë ekip i hetuesisë. Da li je bila neka ekipa istrage? E di që ekipi, po, Ishte diçka të ndërmarrë Da li su bili nga da su Gjarës. preduzeli nešto? neve gjykas nuk kem fillu me sanu, pa na dhanë hetuesia aprovimin, po. Da nam da istražiteljstvo. Po kanë qenë duke e hetu, tu i marrë mostrat, kanë pritë edhe Uzorke edhe eksperta tjerë di që kanë ardhë i znam da su Etust. i drugi vještaci, ali i istražioci. Po. Unë jam i vetëshëm se nuk jeni ekspertja salami e Ja caktuar, sam sve për sa cilën da do të niste pretendoj veštak. ta parashtroni pyetje. Është shumë interesant. A keni vrejë ndonjë gjurmë, qoftë ndonjë pjesë të eksplodimit apo ndonjë gjurmë njeriu ato vend në Gjarës? Jo, nuk kam vrejt. Da li ima, Nuk- da li je pitanje što se njima? Tash, edhe pse s'është ekspertja Ja salami, niste veštak u te struke, ka qenë vendin në Gjarës, thuaj se niste na mestu događaja, dër të parë që kanë shkuar të jedan bazë. od prvih koji je stigo tu. A ka vrejë ndonjë gjurmë, Da li ste qoftë të eksplozivit, primetili i qoftë otisak uzorak eksploziva jeti tjetër, ili nekog drugog ose ndonjë gjurmë sredstva njeriu. ili neki otisak ljudi? Nuk jam ekspert dhe nuk, Nisam veštak i fokusi jonë gjyqtar ka qenë si me gjithë zgjidhjen, naš Për sani. usmjerenje bio kako da nađemo rešenje o saniranju Edhe štete. pyetja fundit është mu për ato I që zadnje përmarrite. pitanje o tome što ste vi Sikur naveli, mos të kishin ndërmarrë që ato veprime të cilat i keni ndërmarrë da me niste gypa, preduzeli te radnje sa tim cevovima kao što ste naveli, çfarë domi do të ishte shkaktuar? koja bi šteta bila naneta? është përgjigje, nashta më kom pak ma i gjatë se në pyetjen tonë,
Damet, Може да бъде друга откъва. damet kishin me qenë shumë të mëdha për Те би били veoma për veliki qytetarët e за Kosovës. građane Kosova. Rrym nuk do të kishmi pas, Struje ne bismo imali, linja telefonike nuk do të kishmi pas. ne bismo imali telefonske Mbi gjitha qytetarët e Prishtinës građani Prištine, nuk kishin as të pjesëve tjera që furnizohen prej termokosit, drugih delova koji se snabdevaju od strane Termokosa, nuk kishin me mujt me u nxe, me u furnizu me nxemje. ne bi imali ni grijanje. Spitalet në rajon të spitalit QKUK-ja Po, Klinički centar u Prištini, nuk kish me pas energji, ne bi imali nxemje struju, grijanje, edhe furnizim me ujë që është element sa vodom, koji element, kryesor për koji glavni element higjenë dhe sanitari. za higijenu i sanitariju. pa vërës edhe njësë. Samo još jedno Vërës rješenje. dhe prejrës energjisë elektrike. Prekida električne Kishte energije. shkaktuar dhe një avarie madhe mrena në termocentralin B. Po. Neka velika šteta u centrali B. Po, po. Termocentralin B. Termocentralin B. Ndalja me një hershme termocentralit B Prekid termocentrale B shkakton pasojat mëdha në infrastrukturën e tyre. nanosi veliku štetu. Edhe po damet ishin qenë edhe të mëdha në anën infrastrukturore të Kekut. Infrastrukturi dhe në Infrastrukturën e Kekut, i infrastrukturi Kekut. damet kishin me qenë milionëshe Bi bile od milion. për një ditë, Za jedan dan, çdo ditë svaki dan, që kishme mujt me u vënu, koji bismo sad kasnije damet ishin rrit milion dhe mbi milion. bi bile milioni više. Pyetjet tjera s'ka, nëse ty ka mbledh diçka pa thonë që e konsideron që ja vlen thuhet për këtë çështje. Da li imate nešto važno, nešto što mislite da je važno u ovom kazivom slučaju? Jo, se jo, i Faleminderit. Onda i zašto nešto to drugo. hvala? Faleminderit shumë. Atëre, të rëgjikun se kërni po us prej 5 minutësh, Treba, 10 minuta pauze. Ne pauzim da kažem. Para pauze do Atlantička, Poštovani sudija, nderuar što, na prošlom suđenju në gjykimin e kaluar, ja sam vas zamolio unë ju kam lutur da nas obavestite ko će danas biti saslušan. se kush do të dëgjohet sot. Do današnjeg dana Deri në ditën e Mi nismo primili ne obaveštenje. nuk i kemi pranuar njoftimin. imali smo samo obaveštenje za prošlo ročište Po sot vetëm njoftimin për seancën e kaluar, da će biti saslušan që Ernest do Kerčević dëgjohet Ernest Kerčević i Milena Bašarević. dhe Milena Basharević. Nismo dobili obaveštenje da je došlo do promene, Ne nuk kemi marrë njoftim që ka ardhur deri te ndryshimi, da ovaj svedok që ky dëshmitar nije pozvan danas Milena Bašarević, sot Milena Basharević nuk është ftuar sot. jo na kena thënë Milena Basharavićin, po nga këtë thesër në shtyhet se Nismo adresa e saj është e panjohur. dostavnice Për një momentin potvrđena nga je adresa nepoznata. poštovani sudija. kemi bërë një raport prej policisë së Kosovës për verifikimin e adresës së saj. Edhe një, Nuk kemi pranuar nismo primili raport neki izveštaj od strane policije nga stacioni policor për verifikimin za e adresës së proveru saj. njene adrese. Sudija, Što? svedok Fatmir Radeni Dëshmitari Fatmir Ademi je izuzetno važan za odbranu. është shumë i rëndësishëm për mbrojtje. Mi nismo znali da će on danas da Ne prisutuje. nuk i kemi ditur që ai sot do të dëshmoj. Mi možemo, slažemo se da Ne tužilac danas postavi pajtohemi që pitanje, prokurori sot të parashtroj pyetje, ali mi ndërsa ne da ostavimo za sutra do ta lejmë për nesër pitanje odbrane. me pyetjet e mbrojtjes. Ili da ostavimo sve za sutra. Ili sve za sutra. Apo ta lëmë të tërën për nesër. Jo, s'po vazhdojmë me prokurorin sot, pra, se ta përfundon prokurori. Mendoj ndoshta nesër po. Në çansin që već vendosni, Ako bude Shkoj në njëjtën kohë. onda usted ostane sa sutra i da idemo isto vreme. Po. Atëre për nesër, Onda za sutra atari që për gjëku zrishtore Leon Shpardaska, veća sudja Leon Prljaska ka një sallë shërtimi gjyqësor, e cila ima është sudski shumë me prekaz prioritet, koji je veoma važan. andaj, nëse ju mundi të vleni prej orës 13 të Ako 15 që vi mjot, budete, Ose ako vi kështu është do e dođete vetëm od me dëshmitar. 13:30. edhe adilësimin e provave. Meni je odlično.
Ja više volimo 13. Imam 2 suđenja sutra ovde u 10. Prepodne imam 2. Apelacioni. Da završim to i u 13 sekund. Atë në urandrem 10 jam këto. Atëre, ti bëjmë pauzë 10 minutash, merrem nga sa një çupi gjykues dhe komentojmë. 10 minuta i na këto. Bone, jam Pauza 10 minuta. Kthehet përsëri në sallën e gjykimit Vraća u sali suđenja në përbërje të njëjtë u istom dhe sastavu parapalje të njëjta në i procedurë. pred istim strankama u postupku. Seanca e shërtimit gjyqësor Sudski vazhdon proces nastavlja se me dëgjimin e dëshmitarit sa Fatmir Ademi. saslušanim svedoka Fatmir Ademi, Ashtu që trupi gjykues tako da su u zakorduhet që se složilo sad vazhdohet da se vetëm danas me marrjen nastavi në pyetje sa ti ispitivanjem dëshmitarin nga ana prokurore, svedoka od strane tužioca, e kur vjen rada tek a kad Ola dođe Brojca të ndërprej seanca e shërtimit gjyqësor ukinut ćemo për të vazhduar nesër në ora 13. nastavili sutra u 13 časova. A jemi në rregull? Da li smo u redu? Atëherë ftohet dëshmitari Fatmir Ademi. Poziva se svedok Fatmir Ademi. Nga kitet e të. Po, Atëherë jam i babës. Hysem. Qysh? Hysem. Hyse. Hysem. I nonës? Rabie. Djemi vajzrim nonës? Kurtulli. Kurtulli. Po. Datimi është me 2/5/77 Po, në fshatën Sipat Cjepa, po. komunën Ujt. Podujev. Tani do të bëjmë punë. Podujev. Adresa? Sipat Cjeprën Podujev. A çka ku e dim konkreta? Në dhe tani jeton. Me numër personal 101 391 9468. Të dhe dam mëre. Me profesor të prasherën? Biolog i diplomu. Geolog. Biolog i diplomu. Biolog. Po, për ndryshe ekspert i ADN-s, pranë Agjencisë të Kosovës për Forenzik. Pri agenciji, Kosovska agencija za forenziku. Në Agjencisë së Kosovës për Forenzik. Njëtë. Me të akuzurit, e jeni lidhje para pjesëtora, apo nikli me vetë? Jo, nuk i kum pakur. Ne. Nuk kanë lidhje para pjesëtora dhe nuk nikën, e asë që jenë pa vërjera. Niti smo se sensibilizirali. Atëherë Fatmir këtu, si që të ndihni këtu për këtë çështje penale juridike, një secilin e dëshmitarit. Pozvani kao svedok. Si dëshmitar ti obligim ligjor të aprosh të vërtetë dhe vetëm vërtetë për atë që e lidhur me këtë çështje. Istinu samo istinu u vezi ovog pitanja. Nuk vë me hesh kur gjë Ne për atë se që više gjë, da prečutite za... sikurse nuk vë me vend dëshmitarësh se nëse për të pasur se keni dëshmorëshme ata keni keni tek penale, Ako budete dali lažnu izjavu, e cila është e sankcionuar sipas dispozitave të Kodit Penal të Republikës Kosovës. Zakonika Republike Kosovë. Ki të drejtë mes përgjigjes në ato Imate pyetje, pravo da odgovorite na ta që me pitanja përgjigjet e juaj sa kojima sa vašim e i vërvën vetën kryen çfarë do lloj veprës penale, pred izvršenjem bilo apo e qesh vetën apo ta përtu para tani çurpë të madh shotaj moral apo material. materijalno Po ndryshe pyetje se do të përshkruar nga prokurori, nga Ola Brojca dhe ka një trupi që po mos përgjigjesh. Nëse se kupton pyetjet kërkon shërimin, nëse përgjesh për Ako ne razumete prašto
e shkrimi. Edhe mos u got mu përgjigj, ose me fol shpejt, se duhet të konstatohet procedurale. Jer treba da se Edhe konstatuje pyetjet në përgjigje. I pitanja i A jam i qartë? Në rregull i qartë. Nëse ki nevoj për pauzë apo për ujë atë çka potrebna pauza ili voda, a mundem me fillu? Po, po ndërë. Se shtash prokurori fillon të parashtrimin e pyetjeve. Faleminderit që shpar. Hvala vam sudje. Unë fillimisht i nderuar kryetar, nderuar. Poštovani sudje. Ju njoftoj që ekspertiza Da se da veštačenje ka shprehje shkencore ima naše terminologije. dhe me qëllim që të jemi sa më të qartë dhe më të thjeshtë, budemo što jasni. kërkojmë nga dëshmitari Tražimo svedoka që mundësisht të da nam evituar nga ato shprehje të cilat nuk mund të jenë ndoshta të kuptueshme për gjithë. A për kuptojnë? Po. Kërkesa prokurore thotë që Sa ma thjesht me i sa ma thjesht, sa ma qartë, me një fjallë në gjurë populloqe. Po. Tako smo razumeli. Atëre, i nderuar dëshmitar, Onda poštovani svedoče. Juve keni dhënë një deklaratë Vi ste dali jednu izjavu në zyrën time u mojoj kancelariji në cilësinë e dëshmitarit, u svojstvu svedoka, respektivisht si odnosno ekspert kao veštak i ADN-s DNK në lidhje u vezi sa me të gjeturat nalazima nga provat që janë egzaminuar nga agencioni koje su egzaminirane od strane agencije dhe të cilat janë gjetur dhe marrë në vendin e ngjarjes. na mestu događaja. A qëndroni pranë deklaratës që keni dhënë në prokurori? Pri izjavi koju ste dali u tužilaštvu. Po, i qëndroj. Atëherë, a mundeni Da li možete shkurtimisht ukratko të tregoni da gjykatës kažete sudu çfarë funksioni keni kakvu funkciju imate dhe biografinë tuaj i vašu biografiju në një tekst veçantë sa ljudi naglaskom, već në naglaskom, përgatitjen e raporteve të tilla për cilat takvih jeni të izvještaja thirrur. za koje ste pozvani. Po, si tashun jam biolog i diplomuar. Kao što sam rekao, ja sam diplomirani biolog. Në Agjencinë e Kosovës për Forenzik jam i punësuar Ja sam zaposlen prej vitit 2005. od 2005. godine. Që nga ajo kohë e deri më sot, I od tog vremena pa do sada, vazhdimsi kam kryer ekspertiza të ADN-s në raste të ndryshme. Vazhdimisht kam kryer ekspertiza veštačenja DNK në rastet të ndryshme. u različitim slučajevima. Ku deri më sot i kam mbi 500 ekspertiza të kryera. Do danas imam više od 500 veštačenja, izvršenih veštačenja. Sa i përket pozitës, aktualisht jam drejtori i departamentit Pozicije direktor sam departmana I departamentet për kimi dhe biologji forenzike. dhe biologji forenzike. za forenzičku hemiju i biologiju, Ndërsa më herët do ranije, kam qenë shef i laboratorit të ADN-s šef laboratora DNK për 15 vjetë rresht. za 15 godina za redom. Është të sekundë. Po. Po.
po. Po, vazhdo. Faleminderit. Dëshmitar, Svedoči. juve keni qenë pjesë Vi ste e bili deo ekzaminimit ekzaminacije, të dëshmive dokaza, që formiranje dokaza, janë rreth 50 dëshmi oko 50 të marra dokaza uzeti në rastin konkret u konkretnom slučaju dhe ju keni bërë i vi ste izvršili ekzaminimin e tyre nga pamja e ADN-s. iz pogleda DNK. Kjo është e vërtetë, po? To je istina, da? Po, Da. A qëndroni pra në raportit të ekspertimit të bërë nga ona juve, respektivisht A që ndroni pra Da li su ekspertimit efekti të bërë nga vašem unë juaj. vještačenju izvršeno od vaše strane, Respektivisht, me të gjeturat në odnosno të? šta nalazi na njemu? po qëndroj. Da ostane. Atëherë, a mundeni të tregoni Da li gjykatës možete sudu da kažete se nga këto 50 dëshmi, da iz ovih 50 dokaza në cilat dëshmi keni gjetur përputhje kojim dokazima ste našli të mostrave të ADN-s së të pandehurve, usklađenost mostrove të gjithra të ADN-s DNK-a, uzoraka DNK, të pandehurve. po, me mostrat e ekzaminuara sa nga uzorcima koji su dëshmit e sigurisë. examinirani od strane dokaza. A e kuptove pyetjen Da li dhe? ste razumeli pitanje? Ja kuptova, mirë. Razumela sam. Nderuar gjyqtar, Poštovani sudija, sa i përket përputhjeve tiče të usklađivanja personave osoba në shifrat S1, S2, pod znakovima S1, S2, pod e šiframa që S1, S2, është Jovan Vicentjević koji Jovan Vicentijević dhe i dëshmive S3, S4 dokaza S3, S4, të personit Dragisha Vicentjević, osobe Dragisha Vicentijević, ne përputhjet me dëshmit e caktura i kemi dhënë në raportin e ADN-s. sa određenim dokazima smo dali u izvještaju DNK. Të cilën raport besoj e kanë edhe palët. Verujem da imaju i stranke. I vi. Mirë po, Međutim, ne në qa është me rëndësi për këtë seancë, što je najvažno na ovom ročištu, në konkluzionin numër 5, u zaključku broj 5, ndër dëshmit e tjera između ostalih dokaza, kanë qenë edhe 3 dëshmi nga vendi i ngjarjes, dokaza sa mesta događaja, ku janë fituar profile të përzira gdje smo dobili Profile të përzira. të ADN-s umešane profila DNK, dhe ne këto i kemi kontrolluar në mënyrë manuale. ove smo kontrolisali manualno. Në dëshmin numër U dokazu broj NR Tarab 4, NR4, e që është e përshkruar i što je opisano një fitil kablëndezës me gjatësi rreth 9 metra, oko 9 metara, gjatë kontrollimit manual, tokom manualne kontrole, ne kemi vrejtur shenjat e znakove personit me shifrën S1, pod šifrom S1, përkatësisht Jovan Vicentjević. Jovana Vicentijević. Cilat janë konkret? Koje konkretne znakove su bili? Nëse ka mundësi teknika, Ako ima mogućnosti tehnika, unë e kam në mënyrë tabelare da ima atë kontrol. na tabelaran način, Nëse teknika mund ako tehnika može me lidh, është në Word file, povezuje, to je
Përveç ndosje fizike kam edhe në USB. Dosjeu imamo i u USB. Tash për momentin nuk kena mundësi teknike se do të masa IT. Ajo tabela është. Po. Edhe ato, edhe ndosjen e juaj mund ta shihni Dosjeu možete da se prej 24 lëkuseve të gjeneve që i kem analizuar, lokatora gena koje smo po, analizirali. 24, kanë qenë. 24 koji su bili. Ne shenjat e snishit e kemi gjetë në 20 vende. Jedan smo našli u 20 mesta. Na 20 mesta. Po, dhe me këtë rast, I u ovom slučaju duke qenë se ne nuk kemi pasur software nismo imali softver za për analizimin e miksturave komplekse, kompleksnih mikstura, dhe nuk e kemi pas të validu me metodën, nismo imali metodu, Validuar. validiranu metodu, i kem sugjeru hetuesis edhe prokuroris i tužilaštvu i istražiocima smo predložili da interpretimin e kësaj miksture interpretaciju ove miksture mešavine ta kërkoj jashtë vendit, përkatësisht znate doja velika, Jetë me kërkoj, jesh da vetë. traži van države, përkatësisht në ndonjë shtet që e ka të validuar metodën koji ima validiranu metodu, dhe softverin përkatës. i određeni softver. Odgovarajući softver. Veç ta sqaroj për edhe një herë. Juve po e konfirmonin që nga fitili ndezës në gjatësi prej 9,20 metra, Tog fitilja, Ose kodra dezës. iz tog fitilja pobaža, nga 24 lëkuse, 24 tih lokatora, 20 prej tyre janë gjetur mostra të ADN-s 20 njih su pronađeni uzorci DNK në atë fitil u taj fitil, që i përkasin esnishit koji pripadaju Esjeri, e që referohet të bandirit Jovan Vicentijević. referišu se okrivljenim Jovanu Vicentijeviću. A është kjo vërtet? Da li je to istina? Po, A mund t'i tregoni Da li gjykatës možete da kažete sudu se çfarë metodash edhe njerë keni përdorur që keni ardhur koje te ky metode konkludim? ste koristili, që keni ardhur deri te Konkludim. da ste došli do ovog zaključka? nderuar gjyqtar, Poštovani sudje, ne i përdor metodat më të avancuara shkencore, koristimo najviše avansirane metode, naučne metode, të cilat janë të validuara koje su validirane dhe që ekzistojnë procedura të shkruara i koje postoje u pismenim postupcima që secili ekspert i t'i përdor në mënyrë të njëjtë. greška koristi to na isti način. Në rastin konkret, U konkretnom slučaju ne kemi përdor mi smo koristili procedurën e ekstrahimit me Procedurën e ekstrahimit. të ADN-s, DNK me metodën e sa metodom KAMB DNA Investigator Kit, KAMB DNA 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 Investigator Kit, Investigator Kit. nga kompania e njohur gjermane Kajagen. Poznate nemačke kompanije, Si u qytë edhe jetë? Kajagen. Kajagen. Në procedurën vijuese për kuantifikimin apo përcaktimin e sasisë, za određivanje količine ili kvantifikacije kemi përdorur koristili smo instrumentin Quant Studio 5, Quant Studio. Quant Studio 5, Real Time PCR System, nga kompania amerikane Applied Biosystem. Kompanije Applied Business. Applied Biosystem. Applied Biosystem. Dhe kina përdor komplet në reagenta
Quantifier trio. Quantification kit. Po, e keni edhe në raport. Ndërsa procedurën vijuse, te amplifikimi i ADN-s, kemi përdorur instrumentin ProFlex PCR System dhe komplet në reagent e Global Filer, IQC PCR Amplification Kit. Po ashtu nga kompania amerikane Applied Biosystem. Ndërsa në fazën e fundit e kena përdor instrumentin për elektroforez, analizusin genetik 3500, po, 3500 genetic analyzer dhe software-in GeneMaper IDX dhe version 1.6.6. Këto janë metodat që i kenë përdor, janë edhe në raport. Atëre, si që vëtën cuat mëngjes të metodave për përpunimin e interpretimit të miksturave. Ne kemi tërguar në laboratorin e Romës, shtetit të Italisë, për një interpretim të saktë këtyre miksturave. Interpretim të saktë të këtyre miksturave. Çka me të njëjtat veç u janë prezentuar gjatë dhënies së dëshmiksuar. A mundeni të japni një konkludim tuaj nga perspektiva profesionale në lidhje me të gjetura nga laboratori i Romës në lidhje me ADN e ekzaminuar. Duke ju referuar dëshmisë numër 4, më konkretisht fitilit në Dezës që është gjetur në vendin e ngjohjes. Koji je pronađen na mestu događaja. Ndërrugje. Ne dim, po e tha dhe prokurori, nuk keni mund të bëni një analizë ose një ekspertizë që ka bërë Laboratori shkencor në Romë. Atëre, a kiti mundësi vesh me nërdojnë një mendim që ata që ka konstatu, jo me... Që ju s'kiti mujtë me borë. To što vi niste mogli obraditi. Shumë shkort. Veoma kratko. Se me borë një raportit, që dhe njërë se kini
Da se procjeni za nešto koji niste vi uradili, ne možete. Qartë. Da li sam jasno? Edhe jeni jo kompetent me po besim në ekzaminimit të kujt. Sigurisht. Niste nadležni da procenite neko drugo vještačenje. Urno, nëse gjeturat e të shumë shko. Njihove nalaze, veoma kratko. Pikë pari, pajtona se nuk jam kompetent Slažem se da nisam nadležan za... të flas për një ekspertizë ose një interpretim jednu interpretaciju që ka dhënë personi tjetër apo eksperti tjetër. da druga osoba ili drugi vještak. Unë raportin e kam parë Ja izvedu sam vidio dhe e kam lexuar. i čitao. Unë nga raporti e kam të qartë Iz izvještaja mi je jasno se laboratori në Rom, da laboratorijum u Romi, përkatësisht eksperti vještak Stefano Vernareci, siç figuron në raport, Stefano Vernareci kao što je u izvještaju, e ka kryer vetëm interpretimin izvršio samo interpretaciju e rezultateve tona që i kemi fituar në Prishtinë. čekimi Që i kemi fituar në Prishtinë në laboratorin tonë. od strane našeg laboratorija. Ishma shumë përgjithë që interpretimin. Unë raportin e kuptoj, nuk di jam lejohet prej juve gjyqtarë me fol tash për rezultatet e raportit tyre, unë për ndryshe i kuptoj. Njegovog izvještaja. Nëse më lejohet, unë shkurtimisht unë Izvolite, ja ukratko mogu. Ki mundësi që ato pikat e përbashkëta që keni pas ju në raportin tuaj, me raportin e laboratorit Romës, apo edhe kundërshtorjet eventuale nëse ka pas, mes jush dhe laboratorit Romës. Protivrečnosti između vašeg i Što nam lejohet veç një nalaza sqarim, i para se laboratorija. Ako mi dozvolite egzaminimi i ADN-s në fitilin ndezës egzaminiranje ADN-s panderit Jovan Vicentjević janë bërë nga Agencioni Forenzikës. Mirë po, dhe ka marrë në përfundim se nga 24 lëkuse, 20 prej tyre i takojnë pandehurit Vicentjević. Po për shkak të mungesës së programeve të licencuara, nuk kanë mundur ta bëjnë interpretimin e këtyre mostrave në mënyrë të detajuar. E atë interpretim e ka bërë laboratori në Rom vetëm sa i përket atyre të gjetërave që i kanë identifikuar agencioni. Samo na osnovu tih E di çka kundërshtorca ka pas? od laboratora. nga nderuar gjyqtarë. E që ato cilat përpuzët, cilat s'përpuzët. Nëse po vlerësimin e raportit të kujt. Sigurisht. Vi ne vršite drugog izvještaja. Sa i përket raportit kolegëve italianë, Tiče izvještaja kolege Italijana. nuk ka pas kundërthënie. Vetëm është vërtetuar ajo gjetura tona që kemë sinjalizu hetësinë dhe prokurorin me Dali znak tužiocu. sa i përket dëshmisë në R4. Što se tiče dokaza NR4. Në R4 dëshmi. Do më thonë, edhe raporti tyne Njihov izvještaj veç e ka forcu dhe ka samo je osnažio këtë sinjalin ton ovaj naš signal. që kemi pa shenjat e personit në fjalë. Ata pastaj mendimin e softverit dhe metodave Pomoć softvera i metoda të validuara të tyre, njihovih validiranih metoda në mënyrë shkencore naučni način, na naučni e kanë bën ndërlidhjen e personit në shifrën S1 broj pod šifrom S1 me njërin prej kontribuesve në miksturën prej 3 persona. Sepse këtu në këtë rast, Jer u ovom slučaju si strategji e cila është përdor nga kolegët italian, koja je korišćena od strane kolege Italijana,
është përdor në anglisht quhet likelihood ratio, LR. Na engleskom se zove LR, Likelihood ratio, ku krahasohen dy hipoteza. Hipoteza e parë H1 thy për hipotezën e dytë H. Pyet për raportin e tina atë italian. Jo. Në qovë se lexojmë pyetjen, unë ju referova raporteve të agjencisë dhe qendrave që janë interpretuar nga ekzaminit, por më konkretisht nga puna e tij personale në rast dhe profesionale për ekzaminimin e dëshmive. Za egzaminiranje dokaza. Atëherë pas shalimet nga ana e prokurorit për parashtrimin e pyetjes së tij, trupi gjykues merr mendim e lejon përgjigje. Do të thonë është për raportin e juaj, jo të italianëve. E qartë. Nivozën e ekzaminimit provave dhe përpilimin të raportit juaj. E qartë. Nderuar gjyqtar, bazë të rezultateve tona dhe përvojës së deri tashme në ekspertiza, dhe gjatë analizimit manual të profilit të ADN-s nga dëshmia NR Tarab 4, ne kemi vrejtur shenjat e kontribusit kryesor në përzimje. Kryesor përzimje. Kjo do të thotë se gjurët më të mëdha kanë qenë nga personi e SNI, ndërsa gjurëm të më të vogla kanë qenë nga dy persona tjerë pa njohur. Do me thonë, si pas neve, ka të bëjmë me kontribusin kryesor në këtë dëshmi. S'kan pyetje tjera? Faleminderit. Nëse prokurori është deklaruar se person nuk janë përgatitur dëshmitar tjerë për seancën e sotshme shërbimit gjyqësor nuk kemi. Atë seancë sotshme ndërprehet me kaq. E njëjta vazhdon nesër në ora 3. Në 13:30. Sa më vjen do studio. Vetëm ky dëshmitar. Kemi edhe striktën për si të sigurt që Imamo jasno. po orientojnë që veç për këtë. Gjyqtar. Računajte da sam ovaj. Mundemi vetëm të asojmë edhe dëshmime e dëshmitarës Milena. Nije svedok ili Milena. Propozoni që të lexohet dëshmira. që se nuk po gjindet edhe konsideroj që është në moshë të shtyr, Ako ne može da naći. Propozoj që njëjta vetëm të lexohet si grup. Godinama, onda predlažem samo da se čita. Prema se nađe pa nije ona kuću slušala. Si nuk mund gjinde se nuk zašako shtëpi. Na pokazon si pas raportit postës edhe përti. Samo na osnovu izvještaja pošta. Ona živi u toj kući što je poplavljena. Ajo jeton në atë shtëpi. Atëherë do ta presim raportin e pjesëtarëve të policisë. Çka po na Čeka ćemo izvještaj. thonë ata edhe moramo veprime më të çka. I nakon toga ćemo preduzeti rad. Pa përduash më rrëna nesër. Prej 13:30. Rigor, ako i ti. Miro pashëm.
Zašto? A ti trebaš se